është kjo? Po gjendja këtu motër ja shikoj vetë si është, mbeturina, ujë, aty plot me plera, drogari, nuk kemi as pastërti, asgjë, nuk hapim do dritaret. Jemi sëmurë, kurse disa herë kemi vetë spital urdhroja. Erdhën e pastruan e hoqën ujë, na është mbushur prapë. Sa ka që zjat kjo situatë? 6 vjetë këtë punë kemi pasur, ne që se ka rëndër me tjeder, tash ne vetëm plera kemi pasur këtu. Ka mbetje, ka mbeturina? Mbeturinat, u hoqën, u pastruan, tash i filluan ja, ka ndarë prapë nga ujë, urdhro. Po përdorues të lëngëve narkotike vinë këtu? Plot. Të vish në darkë, mbas orës 9 këtu e ke plot. Do goca të reja, do nuse të reja, do trupa, loj moshash njerëzish, mushet plot. Është edhe rrezik për fëmijët, Po, për banorët? jo, fëmijët si nxjerrin fare njerëzit këtu, asnjë, dalin fëmijët jashtë këtu te neve, asnjëherë. Është problem. Problem është me, kemi frikë, në darkë kemi frikë. Mbyllemi që në orën 8 mbyllim derën se kemi frikë, unë jam këtu te kati pa, kam frikë me zonjë. Ide tjetri që andej të hyjnë brenda. Është shqetësuese. Shqetësuese shumë, as kanë marrë masa, as bashkia, as një. As e prishën, as e rregullon, as gjë me zonjë të marrin një masë, se dhe ne nuk dim çfarë të bëjmë. Po jemi me njerëzit, kalojnë njerëzit hedhin mbeturinat. Është bërë kosh plerat, e pastruan tani ata, për një javë këtu e ke pra plot. Vini hedhin plerat, mbeturinat. Faleminderit. Asgjë zonjë, miru pa.